Në qëfar moshe ke qenë Ylka kur ka vdek baba? Unë kom qenë në moshën 4 vjeçe. Edhe në fakt nuk është, normal që nuk e majnë mend, nuk e majnë shumë mend, po thjesht një lloj një si vegim, ashtu me kthy në retrospektiv diçka shumë të vogël majnë mend edhe jam e lumtur se i kom jetu të paktën një çast ose një sekuencë të vogël tjetës, jam e lumtur se e kom jetu me babin. Sigurisht edhe një nanë të fuqishme e ki një zoj që meriton çdo lavdat. Mamin në cilën e përshëndes shumë. E përshëndesit me dhe na. Ajo ka qenë, e di që gjitha nanat janë heroina, edhe sakrifikojnë domethënë për fëmijët e tyre, por unë nuk kom çare pa e përmend se mami im me të vërtet ka qenë, është fliu për ne, po sidomos për mu që unë gjitha sukseset, gjitha këto që i kam arrit fal mamit tim të dashur, cila është drejtë e syve të mi, është kuptimi i jetës time. Jam e lumtur që jam e lumtur dhe jam me fat që e falenderoj Allahun, Zotin pra, që më ka begatu me një nonë mrekullueshme. Zoti ja shpërbleft krejt atë mundi, edhe natyrisht që ja ka shpërbly përderisa i ka fëmijë të mrekullueshëm, se natyrisht që jeta është me sfida Ylka. Nuk është gjithmonë rafsh. Jo, nuk është. Tash kur po them me sfida. Po njeriu lind me sfida. Domethënë e ke pa edhe një bebe kur lind me sfida, se desa t'i ofrohet ajo që ka i nevojitet, edhe bebja si bebe lind me sfida. E pastaj çka na përcjell jeta. Sepse Zoti normalisht që gjithë njerëzit e vet, ata sidomos ata që i don, edhe i sprovon, i sfidon e tjera. Kështu që edhe sfidat janë të bukura, edhe një sforcë, edhe një shtytje më shumë, që normalisht që edhe me adhuru Zotin ton madhërisht. Ylka, pse bashkë ke zgjedh psikologjinë me studiu? Ka përfundove në psikologji? Të ka shku shumë më konë edhe aktore veç? Nuk i dihet. Tash, pe me e qka s'pritet. Aktrimi është profesion që mund është kur dush me i edhe s'është vonë. Po jo mërë s'është vonë se nuk e dim qka na... Ato komedi me lutë. Ua, qka më ke shku për ftyre. Ate pe bojmë naj diçka bashkë. Bojmë mërë së problem. Interesant kish me qenë, është një ndër, që më thonë, një ndër veprat me diversitet, do më thonë që një ndryshim, goxha i madhë. E kështu që psikologjia pse e kom zgjedh, mas pari do më thonë, edhe i ndihmoj vetës do më thonë, që me qenë ma pozitiv, ma kreativ, me mendu gjithmonë veç për ma të mirën, edhe me qenë empatike, që me u mundu që në të ardhën, kurdo që t'jem psikologe, me i shërby popullit në mënyrën sa ma të mirë, me emën Zotit. Edhe nëse s'kom unë, edhe nuk shikoj. Prap unë me fjalët e mira, me këshillat e mia, domethënë, me fjalët e bukura, të paktën me mujt me shtyt një person kushdo që ka nevojë për mua, me ia bën një jetë sa më të lumtur. Ylka përmendë që ka pëlqy psikologjia dhe në radhë pare ke studiu për veten tone, me të shërby për vete e mandej edhe me ju shërby njerëzve. Po, sa ka qenë sfidë për ty, edhe sa ka universitetet përshtatshme për njerëzit që janë të sfidum, do me thonë, në formën që shjetë. Që janë të prejkon, do me thonë, me dantimin në shme. Po, normalisht, ka qenë sfidë e madhe, sepse prap nuk kom qare, nuk kom nga t'ikim, pa e përmen dhe mamin edhe njerë. Sepse, duke filluar që në atë kohë kur kom studiu unë, literalisht nuk ka pas, do me thonë, literatur për personat e verbër. Kur them literatur, e kam fjallën për literatur që neve, do më thonë, në nevojitet. Literatur, do më thonë, në brajl, në shkrimin brajl, ose, pse jo, literatur auditive apo akustike.
Prapë, do më thonë, mami im ajo ka qenë e cila mi ka lexu librat. E para menu tash libra, do më thonë, sa trash kanë qenë, me shumë faqe, ajo mi ka lexu të gjitha. Edhe normal unë i kom konvertu, do më thonë, i kom incizu, do më thonë, diktafonet, i kom konvertu. Edhe ka qenë me vërtet një sfidë e madhe. Plus, transporti pastaj ka qenë normal. Një ndër problemet kyçe, apo primare më thonë. E pastaj normal, edhe sfida tjera. Ato sfida që zakonisht nuk mungojnë edhe para gjykimet, po megjithatë, para gjykimet... Dalemi pak të pjesa e nanës. Me mbrime përqu një mesazh të shikuesit. Çka është në gjendje një nanë me bën për fëmijën e saj? Do më thonë, se një grejz në vëfru, me i lexu librat e fakultetit, kjo i bjen me studiu paralelisht me vajzën. Është e vërtet. Një diçka madhështore, po që nuk ja ka humbë, prapë po thëmë Zoti mundin, ka arrit me u bën një psikologe e zoja. Faleminderit. Me thonë drejtën, unë gjithë bines kështu në shakaja si, po i thoja mamit që hajde po studiojmë bashkë. Se edhe ti po lexon, bilet pakten hajde me mu në provim, edhe po normalisht që... Mami me profesion? Mami me profesion është infermiere, edhe ajo është, do më thonë, është krenaria e familjes time. Me të vërtet është një figurë e veçantë, një figurë që rrallë ka elemente me përshkru, e kështu që qyshet se ka dhe në fillim, do më thonë, familja jonë përgjithësi janë familje intelektuale.